A mund të ndryshoj dieta e pasur me sheqer përbërjen e mikrobiomës, por edhe të krijoj nga ana tjetër një cikël vërsie? Po, e ndryshon, atë që po thoni pak më parë që një person nëse merr antibiotik ose nëse ka marrë për një kohë të gjatë medikamente të ndryshme për stomakun, për pjesën e zorëve, këtu përfshihen klase antiacideve për një kohë shumë të gjatë. Dhe antiacid nuk duhen përdorur. Antiacidet janë inhibitor të pompës protonike që ndalojnë ose frenojnë pompën protonike, ATP hidrogen, që të prodhojnë ose që të çlirojnë me anë të egzocitozës nga qelizat parietale protone. Pra, protonet janë hidrogen të cilat ju mbasin elektronet. Dhe medikamentet që janë antiacid, qetësuesat cilat përdoren kot së koti, pa kriter, antibiotikët për një kohë gjatë, bëjnë të mundur që zora të jetë me të ekuilibruar dhe të rritet kandida. Dhe këto pastaj e ndryshojnë drejt për drejti balancimin e florës. Pra nga balans bëhet disbalans. Ndërkaq, a ekzistojnë studime, Luciano, që lidhin disbiozën intestinale me rritjen e konsumit të sheqerit? Po, ka shumë studime që ekzistojnë dhe që e lidhin pjesën e asaj që ne po flisnim edhe në pyetjen e kaluar, që konsumimi i ushqimeve të procesuara dihet që e ndryshon edhe florën e zorës. Nëse ndryshohet pjesa e florës së zorës, ndryshon dhe pjesa e, si thua, universit brendshëm që ne kemi, ose pjesës së arkitekturës qytetarëve që janë brenda këtij qyteti. Qytetarët janë ato mikroorganizmat, viruset, bakteret, parazitët, të cilat formojnë një ekosistem. Dhe këto nëse rriten shumë, pra nëse rriten më shumë bakteret, mikroorganizmat e dëmshëm, ose që shkaktojnë pak ato, e nervozojnë sistemi nervor enterik, sepse dhe zora e trash ka disa neurona aty që quhen neuronet e pleksit mjenterik. Pra patjetër që konsumimi i ushqimeve të ëmbla, her pas here, i sheqerit procesuar, i ëmbëlsuesve artificial, patjetër që e ndryshon edhe pjesën e mikrobiotës. Dhe bakteret janë ato pastaj, mikroorganizmat janë ato që kërkojnë sheqer. Siç tham edhe pak më parë, disa firmicite, disa shtama të streptokokëve dhe disa lloje të kandidave. Një ndër këto është edhe Candida albicans, pasi ka dhjetra dhe qindra kandida. Mirë, Luciano, nga ana tjetër mund të konsiderohet të shre fort pra për sheqer si një shenjë hershme e ekuilibrit intestinal? Patjetër që po. Ekuilibrimi intestinal ka lidhje të drejt për drejt me joshjen që ne mund të kemi përkundrejt ëmbëlsirave. Madje ka dhe njerëz që kur shikojnë një ëmbëlsirë ose kur shikojnë një gjë të ëmbël, deri diku bëhen edhe nervozojnë sepse duan me njëherë që ta konsumojnë, por në fakt nuk janë ata, janë këto mikroorganizma oportunist, të cilët ndodhen në zorën e trash, të cilët me anë të organeve dhe mund të shkojnë në struktura të ndryshme të trupit, mund të shkojnë tek bajamet, mund të shkojnë tek pjesa e sipërfaqes lëkurës dhe kështu shkaktojnë edhe disa rrugë inflamatore. Candida ka disa receptorë aty që aktivizojnë edhe adenilatciklazën dhe piruvatkinazën. Pra kështu aktivizohet edhe përdorimi i piruvatit që konvertohet në acetaldehid, por konsiderohet si një lidhje shumë e madhe dëshira e konsumimit të sheqerit për Candida. Sa më shumë sheqer të duam, aq më shumë shumohet Candida në trup. Mirë, të mbyllim me rolin të cilët luajnë pra inflamacioni dhe neurotransmetuesit në krijimin e dëshirës për ushqime të ëmbla, Luciano. Tani, me këtë pyetje unë do të them edhe disa ushqime të cilat duhen eliminuar, sepse njerëzit mund të thonë që shiko se e folet çfarë është kjo Candida, e tham që është një mikroorganizëm, pra nuk është bakter, është si tip maja, është si një kërpull që mund të kuptoni dhe ju, dhe janë dhjetra dhe qindra lloje të tilla, që këto kolonizohen edhe në shtratin e brendshëm ose në pjesën e brendshme të zorës së trash. Por që neurotransmetuesit e zëm, glutamati i lartë është një neurotransmetues që qëndron në pjesën e korres prefrontale dhe madje ky aktivizohet dhe nxitet nga disa ushqime që kanë edhe kripra ose që kanë shtuesa apo aditiv ose konservant, që këtu fusim edhe këto chipsat, patatinat, pjet me gaz, por më së shumti këto chipsat dhe patatinat që e shtojnë glutamatin në tru, që shtojnë edhe receptorët e glutamatit. Edhe kështu pastaj favorizohet edhe ekuilibrim, ose toniciteti, apo tonusi vagali ulur, sistemi nervor autonom, ose sistemi nervor parasimpatik. Pra,
ushqimet që janë me aditiv, këtu fusim dhe kriprat, me monosodium glutamat, ose chipsat, patatinat, çfarë janë dhe të kripura, pra dhe kripa artificiale që jep shije, që ne her pas here na shkon mendja dhe të ëmbla dhe të pjesa e ushqimeve me krip, janë si pasojë dhe ndryshimet të këtyre bioreceptorëve, dhe këto lidhen pastaj dhe me deficienca ose mungesat mineraleve. Një ndër trajtimet ose si mund ta ndihmojmë ne trupin nëse kuptojmë që kemi kandida. Bëm analizë dhe në pjesën e një analize përkatëse që mund të jetë me anë të feqes, analizës gjakut, mbjelljes, na doli kandida, ose në sistemin urogenital, ose në sistemin gastrointestinal. E para gjë që ne duhet bëjmë janë pjesa ushqimeve me bulmet. Domethënë djathrat, pjesa e kazeinës dhe laktozës. Djath qumësht, këto 2-3 javë duhet i reduktojmë. Dhe zakonisht ushqimet që janë të procesuara. Dhe duhet shtojmë ushqimet të cilat kanë karvakrol, timolol, eugenol, mirtenol dhe këto zakonisht gjenden tek vaj rigonit, tek trumza, vaj kokosit. Vaj kokosit ka një lëndë e cila quhet kaprilik acid. Acidi kaprilik shitet edhe si suplement, por nëse ju keni dhe kandida në gjuhë, mund të bëhet edhe gargar, pra të shplajt pjesa e gjuhës. Por e rëndësishme njërë është trajtimi nga brenda. Nëse nuk trajtohet diçka nga brenda, nuk ka kuptim që trajtohet nga jashtë. Pra, gargar me vaj kokosi për të shplar dhe gojën dhe për ta pastruar. Gargar me ujë të ngrohtë dhe rigon, ka shumë vlera. Domethënë rigoni ka këto lëndët antioksidative, mirtenol, eugenol, neralinidiol, shumë i vlefshëm. Gargar qoftë edhe me lëngun ose me çajin e trumzës. Pra trumza mund të bëhet si çaj dhe mund të bëhet gargar. Por si vajra esencial nuk duhet të përdoren sepse janë shumë të fortë. Më mirë gargar, pra trumza, rigoni, qofse u kujtohet edhe nëna tona bënin gargar me trumzë ose me karafil kur ne kishim një dhimbje në gojë, ose kur kishim bajame të inflamuara. Pra, vaj kokosit si gargar me ujë, trumza dhe rigoni. Pastaj nga brenda, kvarcetina ka shumë vlerë, kvarcetina që të merret si suplement. Dhe jo me njëherë probiotik. Pra, kur ne kemi kandida, nuk duhet marrë me njërë probiotikët. Duhet rregulluar një stil jetesës, pra ushqimet, sa më pak sheqer nga ushqimet, dhe kujdes me frutat, pra mos të abuzohet shumë me frutat, sepse patjetër ato kanë disa lëndë, pra frutat kanë atë sheqerin e tyre që quhet fruktoza që është i shëndetshëm, por në disa raste kur personi konsumon më shumë se ç'duhet, kjo fruktoza mund të ndikojë dhe sepse i nënshtrohet rrugëve, pra i nënshtrohet glikolizës dhe mund të konvertohet në glukozë me anë të fruktokinazës hepatike konvertohet në fruktozë 1-fosfat me anë të fruktozë 1-fosfat aldolazës konvertohet në hidroksiaceton fosfat dhe në gliceraldeid 3-fosfat. Prandaj, sa më shumë ushqime që janë me proteinë cilësore, mishi, peshku, vaj ullirit, peshku patjetër që ka vlerë, edhe ushqimet që janë me klorofil, pra mente, nenexhiku, vaj ullirit, vaj basanit, suprat e ndryshme, thjerësat, bishtajat, bizelet, në suprat të gatuara dhe duhet të jenë të gatuara mirë, dhe ushqimet që janë edhe me acide yndyrore të shëndetshme.